Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po vazhdojmë të takohemi edhe këtë të diel së bashku në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju ngjarjet edhe dinamikat, lajmet më të fundit që kanë të bëjnë rreth artistëve shqiptar, jetës së tyre, por më shumë profesionit të tyre. Dua të ndaloj tek dy mike që në fakt na befasuan. Dikur ishin dy shoqe shumë të dashura, në fakt nuk u përfol fare emri i saj në Big Brother VIP Albania nga ana e Eglit. Dua të ndaloj pak të flas për Fifin, emri i Fifit nuk u përmend fare në Big Brother, por pas daljes nga shtëpia, pas përfundimit të këtij reality show, Egli menjëherë krijoi një afrimitet të frikshëm, të shpejt, të dashur shumë me Fifin, saqë ky afrimitet i madh ra menjëherë në sy nga fansat, disa të shokuar sepse nuk e dinin për afrimitetin e tyre, disa nuk e imagjinonin dot që Fifi dhe Egli janë kaq të afërta dhe kaq të dashura me njëra tjetrën, filluan të hamendësojnë, filluan të japin mendime të ndryshme, filluan të komentojnë ngjarjet. Por pas publikimit të këngës Jetë në Goca dhe Gra, Egli Tako ishte shumë falenderuese dhe shumë mirënjohëse për punën të cilën kishte bërë Fifi, për angazhimin të cilin kishte bërë Fifi dhe për mënyrën se si Fifi e riktheu në skenë Eglin, një këngëtare, një artiste, e cila le të themi kur hyri në Big Brother ishte në hapat e saj të parë artistik, të paktën në sferën e muzikës. Fifi punoi me një intensitet shumë të lartë, solli një projekt shumë të bukur, i cili u titullua Me Jetë, që u komentua pafund, e kam stër komentuar edhe unë personalisht, por marrëdhënia e tyre në këngën të cilën u premtua shumë si një mega hit i cili do të vinte në tregun muzikor shqiptar, që ishte kënga Ku je nis edhe Shuj Shuj, fillimisht u prezantuan si dy këngë të ndara, më pas do me thënë erdhën në një platformë të vetme në kanalin zyrtar YouTube të Fifit. Siç duket, interesi i parave shkatërroi gjithçka mes dy vajzave, do me thënë dikur një shoqëri e përbetuar, dy goca që nuk ndahesh 24/7 nga njëra tjetra, që nxirrnin fotografi, që ishin shumë të lumtura, që po bënin namin në përjetet sociale. Sot janë dy mike që nuk i flasin njëra tjetrës dhe më e keqja nuk ja pranojnë edhe tagun. Tani, Fifi është artiste e madhe skenës shqiptare, krahasuar me Eglin, e cila u largua nga bashkëpunimi me Fifin dhe nuk po poston asnjë lloj projekti, ka fshirë edhe këngën Jetë nga Instagrami. Fifi vazhdon me punë intensive, vazhdon me koncerte, vazhdon me mbrëmje, ndërsa Egli ka stopuar në vend, nuk po punon asnjë gjë, të paktën nuk bën asnjë gjë publike. Tani është një pyetje që në fakt po bëhet shumë, a ka humbur Egli nga ndarja me Fifin? Kjo është pyetja që po bëhet. Pas një periudhe intensive bashkëpunimi dhe suksesit të përbashkët, lajmi për ndarjen artistike mes këngëtares së njohur Fifi dhe Eglit ka shkaktuar jo pak reagime në skenën muzikore shqiptare. Më intriguese akoma është fakti që vetëm pak ditë pas ndarjes, Fifi paralajmëron publikimin e këngës së saj të re me titullin simbolik Mumale. Një këngë që përtej vlerave muzikore duket se mund të përmbaj edhe një mesazh të fshehur, ndoshta një thumb i drejt për drejt ndaj bashkëpunëtores së saj të dikurshme. Titulli i këngës Mumale nuk mund të mos ngjall kuriozitet. Në një mënyrë të tërthort, ai mund të përkthehet si një deklaratë për brenda Mumale, një ndjesi e braktisjes, por njëkohësisht dhe një lloj sfide. Është sikur Fifi po i thotë Eglit, më le, por unë po ec përsëri përpara. Nëse e shohim këtë në këtë kontekstin e ndarjes së tyre, mund të interpretojmë këngën si një mënyrë për Fifin që të tregojë superioritetin e saj artistik, që pavarësisht ndarjes, ajo nuk është ndalur, por përkundrazi
është kthyer më e fortë edhe më e fokusuar. Në të njëjtën kohë, heshtja e eglit në aspektin krijues pas ndarjes i jep më shumë peshë këtij interpretimi. Askush nuk mund ta mohoj se egli pati një hyrje të fortë në tregun muzikor. Kjo është shumë e vërtetë. Me një vokal të fuqishëm dhe një prani skenike të veçantë, ajo u perceptua si një frymë e re dhe shumë premtuese. Bashkëpunimi me Fifin e ndihmoi të pozicionohej më mirë në skenë, duke marrë vëmendjen e publikut edhe vëmendjen e mediave, por që prej ndarjes me Fifin, aktiviteti i saj muzikor është ndalur ose të paktën ka rënë ndjeshëm në intensitetin e saj. Kjo sjell një pyetje të natyrshme: a ishte Fifi forca kreative pas suksesit të përbashkët? Apo ishte energjia e të dyjave që krijonte imagjinatën? Në mungesë të projekteve të reja nga egli, publiku mund të filloj ta shohë atë si një artiste që pati potencial, po nuk arriti ta zhvilloj më tej pa mbështetjen e Fifit, të paktën deri më tani, kështu duket. Ndryshe nga egli, Fifi nuk i ka munguar publikut. Ajo ka provuar se është një krijuese e palodhur, një artiste që nuk njeh pushim. Përveç zërit të saj të njohur dhe të dashur për publikun, ajo është e njohur për aftësinë e saj si tekstshkruese dhe për intuitën e saj në kapjen e emocioneve që rezonojnë me masën. Kthimi i saj me Mumale në këtë moment të ndjeshëm mund të jetë gjithçka përveç një rastësi. Fifi e di se muzika nuk është vetëm art, por edhe mesazh, edhe strategji. Dhe në një treg ku ndarjet shpesh janë po aq interesante sa bashkëpunimet, ajo ka ditur ta kthejë këtë situatë në favorin e saj. Nëse nuk arrin të rikthehet me një projekt të fortë, egli rrezikon të humbas pozicionin e saj në industrinë muzikore. Një industri që ecën shpejt dhe nuk fal vonesat. Publiku harohet shpejt dhe mungesa e pranisë muzikore mund të dëmtoj imazhin e saj si artiste në ngritje. Megjithatë, nuk është vonë. Nëse egli arrin të dalë me një projekt të fortë, origjinal dhe që nuk mbështetet në hije bashkëpunimesh të mëparshme, ajo mund të rifitoj publikun, por ajo duhet të tregojë se është më shumë se një bashkëpunëtore e suksesshme, duhet të tregojë se është një forcë e pavarur. Në këtë moment, të paktën sipas perceptimit publik, duket se Fifi është ajo që ka dalë me fitim nga kjo ndarje. Ajo jo vetëm që nuk është ndalur, por ka përdorur situatën për të krijuar edhe më shumë interes rreth saj. Ndërkohë egli, e cila nisi me vrudh, është përballur me një moment reflektimi dhe ndoshta një krizë krijuese. A do të jetë kjo ndarje përfundimtare, apo ndoshta një ditë mund të shohim një ribashkim që do të bëjë zhurmën më të madhe se sa ndarja vetë? Për momentin, Mumale është një deklaratë e qartë. Fifi ecën përpara dhe rruga që i është lënë pas, për fat të keq është ajo ku ndodhet tani egli. Publiku është në pritje, egli t'i mbetet të vendos nëse do të qëndrojë në hije, apo do të rikthehet për të përballur me një sfidë që tashmë është bërë shumë e ashpër, të tregojë se ajo nuk ishte thjesht një pjesë e suksesit të dikujt tjetër. Të paktën kështu analizohet kënga Mumale. Do të shohim në ditët në vazhdim në qoftë se egli do të ketë ndonjë reflektim, do të punojë ndonjë projekt, apo thjesht do vazhdoj të qëndrojë në heshtje, ashtu siç egli ka vazhduar gjithmonë.